Në Juglindje poshtohet ndjeshëm numri i personave që përballen me probleme të shëndetit mendor, por edhe i përdoruesve të lëndëve narkotike. Sipas specialistëve, vitet e fundit është vënë re një rritje dhe e grave dhe vajzave që përdorin alkool dhe lëndë narkotike, ndërsa mungesa e qendrave rehabilituese afatgjata e bën më të vështirë trajtimin e tyre. Për specialistët e fushës, problemet sociale janë bërë gjithnjë dhe më të theksuar për personat me probleme të shëndetit mendor. Janë persona të cilët ngelen vetëm, humbasin familjarët, prindrit e tyre, braktise për shkak të arsyeve nga më të ndryshmet apo emigracionit dhe kur këta persona dalin nga spitalet psikiatrike, është pyetja ku do shkojnë pas daljes. Është bërë një ngarkesë e madhe në spitalet psikiatrike për persona cilët braktisen lihen atje dhe nuk merren nga familjarët dhe problemi është kush do përkujdeset për këtë njerëz mbas daljes. Bode thekson se 2 shtëpitë psikiatrike që funksionojnë aktualisht kanë kapacitete të kufizuara dhe nuk i përballojnë nevojat në rritje të kësaj kategorie. Por e kemi pasur të vështirë rehabilitimin afatgjatë në institucion për seksin femër. Me thënë, gjenden më kollaj institucione rehabilituese, qoftë dhe me kosto private për seksin mashkull, ndërkohë për femrat cilat sot është rritur numri përdoruesve të alkoolit dhe lëndëve narkotike, është e vështirë që të gjendet një institucion rehabilitues afatgjat, jo në shtet, por edhe në privat. Vetëm në Juglindje të vendit janë mbi 5.000 persona që vuajnë nga probleme të shëndetit mendor, ndërsa specialistët kërkojnë më shumë mbështetje institucionale dhe shërbime rehabilituese afatgjata për t'u garantuar trajtim dhe rintegrim në shoqëri.